Kjo pyetje thot, a lejohet tregtimi me kriptovaluta? Kriptovalutat janë diçka që është e panjohur, edhe jo konkrete, do të thënë nuk është pasuri e vërtet, as nuk është diçka do të thënë stabile ose e siguruar. Është vetëm punë, do të thënë si përpjekje për të hapur ajër, si thon disa. Do të thënë nuk është mall konkret, edhe nuk është siguri konkrete, dhe sipas rregullave të shariatit nuk lejohet tregtimi me diçka të panjohur, sepse aty ka hapësirë për dëmtim dhe mashtrim. Edhe pikërisht ky është qëllimi i kriptovalutave, siç e shohim edhe siç bëjnë sqarime njerëzit. Qëllimi është, domethënë, me të vërtetë vetëm mashtrimi i njerëzve, dhe nuk e di askush se kur do ta humbe gjithat pasuri që ka investuar. Qëllimi është se nuk ka diçka të njohur në të. Edhe prandaj në rregullat e shariatit është obligim që malli i cili shitet dhe çmimi i cili jepet për atë mall të jenë të njohura dhe të qarta. Edhe në vetvete, fizikisht, do të thënë të jenë të njohura, edhe sasia, edhe numri, do të thënë varësisht se me çka shitet, me peshë, ose me numër, ose me vëllim, do të thënë me sasi, duhet të jenë të definuara qartë. Nëse ka, do të thënë nëse marrim edhe një mall konkret, nëse marrim miell, do të thënë ose grur, do të thënë, dhe e shet pa njohje të qartë të peshës ose të sasisë, atëherë ajo tregtia është e ndaluar. Kurse te këto kriptovalutat, asgjë nuk është e njohur. Dhe për këtë shkak, kështu kanë dhënë dietarët e vendeve të shumta, do të thënë shumë prej dietarëve në shumë vende të botës, kanë dhënë përgjigje se është haram tregtia me to, dhe nuk lejohet përdorimi i tyre, dhe prej tyre janë edhe dietarët e Komisionit të Fetfas dhe hulumtimeve shkencore në Arabinë Saudite, që thonë se kjo tregtia është haram. Wallahu a'lam.